Zonja Kokalari, me gjas kandidatura juaj mund të mos pranohet, megjithatë kjo do shihet, por në SPAK çfarë konkretisht do të depozitoni? Çfarë do të çoni në SPAK? Okej, se kjo është korrupsion, ky është korrupsion i pastër politik. Familja Berisha do futen të tërë. Sali Berisha, Arkita Berisha, Shkëlqen Berisha dhe Vokshi, që kanë marrë... Zonja Kokalari, e di që aty është mëngjes, jeni shumë e lodhur, vetëm shumë sekonda ju kërkojnë ndjes mirë kuptim, pasi është sot gjyqi ndaj Sali Berishës dhe po flet Tauland Balla në cilësinë e dëshmitarit. Shumë shkurt, të lutem. A kanë bërë politikanët korrupsion në Shqipëri? Padyshim që kanë bërë korrupsion. Dhe ajo që thamë në vitin 2016 kur miratuam reformën drejtësi, me votën e të gjithëve, edhe me votën e atij që gjenden në bankën e akuzuarve, që do të vijë një ditë në Shqipëri kur politikanët do të gjenden në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Unë besoj se shqiptarët sot kanë më shumë besim të drejtësia dhe drejtësia është një institucion i cili po forcohet dita ditës. Ajo që mendoj unë që politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesin punën e lavdrueshme të prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar në Shqipëri. Zoti Berisha ka zgjedhur mos jeti pranishëm sot. Keni një koment? Kush është ky? Zoti Berisha. Ka zgjedhur mos jeti pranishëm sot. Është një ditë e madhe për Shqipërinë, për sa kohë që në bankën e ka bërë zoti Rusa i pyetje. M'fal. Më nga një për shtëpi. Atëherë po Klodi. Atëherë ju tha që është një ditë e madhe për Shqipërinë, për sa kohë që në bankën e të akuzuarve është Sali Berisha. A ndani të vitin qëndrim në kohën ku bankën e të akuzuarve vjen Erion Delia, Belinda Balluku, pra ato që janë të ngjashmit tuaj? Atëherë, po e them dhe njerë, që nga viti 1912, kur shqiptarët bën shtetën e tyre të parë, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia, një besim që nuk ka qenë asnjëherë, dhe se rruga jonë, të lutem, se rruga jonë e Belinda Ballukut. Marr kritika për këtë. Më lejo t'ju garantoj se Shqipëria nuk është kurrë më afër se Bashkimit Evropian, se institucionet e Bashkimit Evropian konfirmojnë dita ditës që Shqipëria po bën hapa të lavdrueshëm, dhe t'ju konfirmoj se pritshmëria jonë që brenda vitit 2027 të mbyllim negociatat dhe brenda vitit 2030 në oborrin e Bashkimit Evropian të ngrem flamurin kuqezi është e vërtetë. Tani më prisni deri në fund. Më pyeti zoti Rusta diçka. Ai qëndroi kallëzimit tim, se kjo ju intereson sot. Garuar i rrem zoti Balla. Strasburgu është shprehur për zbarritje 8 viteve procesit. Po mirë, ti je pas edhe me ti je pas ke fation, ti je pas ke me për shkak detyrës. Atëherë që ta dishti. Edhe ju për shkak detyrës. Që ta dishti. Këta që i ke banka akuzuarve më kanë kallëzuar mua për shpifje në vitin 2012. Pyeti si e kanë fituar. Lutem. Jo, nuk pyeti. Tani, lemët që ke këto kushtetuese ti le. Tani një gjë është e sigurt. Këtij kallëzimit tu e kam sill me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që t'u kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%, dhe 5% që është korrupsion, dhe Klodi, ti e di se sa të respektoj unë, po sot po flasim për korrupsion. Çështja për cilën flet ti nuk është korrupsion. Është dallimi i madh shumë. A do të flisni vetëm për kallëzimin apo do keni detaje për te kallëzimit? Tani më fal se të je Anila, ti je sa unë politik, je ti në gazetari. Unë do përgjigjem çfarë të më pyesin. Por i qëndroj kallëzimit tim. A duhet përgjigjet drejtësia edhe për kallëzim të rrem, sikur ka pas. Po patjetër. Po për ndryshimin e destinacionit. Të fala. Ka qenë ky prononcimi Tauland Ballës, dëshmitar në gjyqin Partizani në cilësinë e kallëzuesit. Do t'i rikthemi edhe një herë bisedës me Evin Kokalari në lidhje të drejtë për drejtë telefonike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Evin ndjes. Problem. I rikthemi edhe një herë çështjes për cilën ne diskutojmë së bashku. Më tha që është një proces jo transparent, i korruptuar dhe do ta çoni në SPAK. Çfarë konkretisht edhe një herë?
Korrupsion politik, ky është korrupsion i pasër politik, mbyllje e partisë, manipulimi votave, gënjeshtrat, refuzimi i aplikacionit që s'kan asnjë të drejta bëjnë, nga cila do anë që ta shohësh, unë e kuptoj me Salianin, ato mund të kenë një problem se ka bërë burg dhe Saliani mund të mblejë disa vota brenda PD-s, po Saliani nuk e çon PD-n në fitore anyway, dhe plus që një person i tillë nuk i duhet absolutisht Partisë Demokratike, por edhe një person si Sali Berisha nuk i duhet. Por ky është pa diskutim korrupsion i pastër politik. Kjo është marrja peng e opozitës, kjo është marrja peng e Partisë Demokratike për 35 vjet, dhe kjo është marrja peng e fateve të Shqipërisë, kështu që ky është pa diskutim një problem që duhet trajtohet thellësisht në SPAK. Dhe në momentin, si që thash, në momentin që dorëzohet në SPAK, do t'i kaloj dhe Departamentit Shtetit Amerikan, në mënyrë që këta të kenë një lloj vëmendje për këtë çështje nëpërmjet SPAK-ut. E qartë.